kemi vetëm një që kemi Falenderojmë miqtë tanë, të cilët vinë nga vende të ndryshme të botës, që na i bëjnë më të bukur këtë aktivitet. Falenderojmë ambasadorët e paqes dhe ambasadorët e rinj që do të marrin certifikatën sot. Ju uroj mirëseardhjen të gjithëve në këtë aktivitet. Janë 4 figura të propozuar nga Këshilli i Paqes Fier sot për të nderuar me titullin ambasador paqe. Kështu që edhe për respekt të tyre do të prezantojnë diçka më tepër çfarë është Federata e Paqes Universale, por edhe qasjen që ka Federata e Paqes kundrejt diversitetit kulturor. Falenderojmë zotin Gani Roshi, sekretari i përgjithshëm i Federatës së Paqes, por dhe drejtor i ekzekutiv për Ballkanin i Federatës së Paqes. Zotin Mizelejen Hoxha, i cili është nënkryetari i FPU-s, zonjën Klodiana, që është përpjekur shumë së bashku me Gurien, me Eldën, me zonjën Suzana, të bëjnë këtë aktivitet kaq të bukur dhe kaq kuptim plot që nga tema që trajtohet. With that project, I'm a volunteer for Qendra Sociale Murialdo. Publiku duhet të jetë pjesëmarrës. Kështu, një dorë trokitje për publik. We fall in love in Albania. Ne ram dashuri me Shqipërinë. Dhe mangësisë, banimis, trehimis, se që ishën shumë pjesëtar në familje, ne të mëdhenjë të vazhduam në patos, dërsa pjesa tjetër u bën pjesë e shoqërisë tjetër. Very smiling, and also they offer a lot of help, even though like I couldn't understand what they are talking, but I knew that they offer with sincere heart. Dhe pastaj kam të në këtu në Fier për pak më shumë se një vit. Unë jam me një organizat quhet Korpuset e Paqes. Është një organizat amerikan që shpërndaj vullnetarët në të gjithë botat. Dhe më pari thash është tolerancë, është bashkëpunim, është mirëkuptim, është Të cilat ishin vendosur në Myzeqe kohë më parë. Në këtë mënyrë u përcaktua dhe statusi ekonomik i Fierit si qyteti i tregtarëve, zanaçinjve dhe shërbimeve. Me themelimin e tij filloi dhe rritja demografike e qytetit. Jemi hije dritë në të njëjtën udhë të jetës. Gjete që bien e ringrihen në pranverën e së vërtetës. Gjithmonë i gatshëm për punë vullnetare dhe gjithmonë i gatshëm për të bashkëpunuar me të rinj, por jo vetëm. Certifikata e parë për eventin e sotëm i jepet historianit Ilir Gjika. Zana Numani, Emil Pripa, dhe për mua është vërtet një kënaqësi e veçantë edhe emocion. Më vjen mirë që të bëjmë pjesë e federatës, pasi gjithë secili në punën tonë, kudo aty ku jemi, duhet të bëjmë më të mirën, të japim më të mirën për të mbjellë dashurinë në radhë të parë, paqe, por dhe mirësi për njerëzit. Dhe një falënderim vërtet të përzemërt për gjithë stafi lokal të Këshillit të Paqes dhe Federatës së Paqes. Falenderojmë zotin Gani Roshi, sekretari i përgjithshëm i